Shëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht në YouTube, në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak këtë serialin turk të madh që ka nisur në Kosovë, Alba Dolce Limi. Pa marrë parasysh do me thënë gjërave që u thanë, pa marrë parasysh gjërave që u folën, Dolce nuk është se ndryshon karakter. Po lëre që njëherë Dolce nuk ndryshon karakter dhe familja e Dolces kishin ofenduar Leonora Jakupin për atë gjë që tha. Tani pse ne shqiptarve, unë këtë nuk e kuptoj, duhet të na djegë e vërteta. Pse ne duhet ta mbrojmë një fenomen të këtill, sepse do media, një fenomen që ne e shohim që një vajzë, domethënë publikisht, e bën me shumë bindje të plot një urrëtie, një inat që ka me një vajzë, ja merr të dashurin dhe provokon atë vajzën publikisht. Domethënë sa e bukur është të shohim se një vajzë po vuan dhe një vajzë është e lumtur. Tani unë do të bëj një krahasim që ju ta kuptoni pse unë, domethënë e flas situatën e Dolces në këtë formë. Kujtohet rasti i Alma Arazit që u vetmbyt në Shkodër me gjithë fëmijët e saj. Alma e mori vendimin të vetmbytet në momentin kur e pa bashkëshortin e saj në makinë përpara me të dashurën, kur Alma po vdiste për bukë me kalamajt. Dhe i njëjti rast është ky, do flas mënyra se si Dolce vepron kundër drejt Albës, domethënë Dolce e puthën, e përqafon, e bën me kastile këtë gjën kundër drejt një vajze që ka patur një lidhje më herët. Kanë ngrënë bukë, kanë jetuar bashk, kanë ndarë shtratin bashk, kanë qarë hallë bashk dhe më në fund domethënë vjen tjetri dhe kjo e merr si asgjë. Dhe këtu tregon Dolce që nuk ka pikë karakteri dhe më vjen shumë keq që shprem kështu, let ju djeg, po ky është realiteti. Tani në anën tjetër, a është kjo strategjia e Limit edhe Albës dhe digjet Dolce në këtë pjesë? Edhe mund të ndodhë tjetra strategjia. Pse? Sepse Limi e ka studiuar krejtësisht lojën nga jashtë. Alba e kishte shumë të vështirë që brenda shtëpisë së Big Brotherit të shkon drejt finales apo qofte edhe ta fiton trofeun, nga që kishte përzgjedhur një natyrë shumë interesante. Domethënë herë ishte mirë, herë ishte keq. Te publiku komentoheshte si e neveritshme, si e bajatshme, si një vajzë që e tepron, si një vajzë që nuk ka strategji, si një vajzë që nuk ka lojë, si një vajzë që nuk është stabile. Dhe çfarë bëri Limi? Limi hyri brenda, u afrua me Dolcen. Limi e di shumë bukur që ai kryqëzohet jashtë, sepse shoqëria shqiptare nuk ta jep dorën për këtë fenomenin, po qoftë edhe një shoqëri e huaj, siç ne jemi mësuar themi Europa, edhe Europa nuk ta jep, tradhtia është tradhti kudo. Dhe çfarë ndodh tani? Alba fuqizohet jashtë dhe Alba është e gatshme që ta puthën Limin. Unë nga të gjitha bisedat që i kam parë që bëjnë të dy, Alba është e gatshme. Domethënë Alba e do Limin dhe analiza e Ludos, e Lionës dhe banorëve të tjerë është analizë sakt. Limi në qoftë se del nga shtëpia Alba, Limi nuk funksionon dot. Domethënë Limi t'ia bën lojën Alba, lojën Albës ja bën Limi, shkurt e shqip. Kjo është strategjia që është përdorur në ferm. Po në ferma Limi nuk arriti dot ta ndihmon Albën, sepse Alba doli. Dhe ajo që Limi po i kërkon në thonjza, nëse e kuptoni gjatë gjithë bisedës që bëjnë, është që qëndroje fort se do të shohësh në fund që nuk është ashtu. Që do me thënë Limi po e suporton, Limi po e ndihmon që publiku t'i dhimbë se ta shndron në fenomen dhe Alba të largohet me trofeun në dorë nga shtëpia. Dhe ne themi që Big Brother është një strategji. Dhe unë me zemër uroj që kjo analiza ime të jetë e vërtet. Tani pa marrë parasysh, le të kthehemi te Big Brother VIP Albania 1. Donaldi, me shumë respekt, se e di se shumë mirë se më ndëgjon dhe më ndjek zonja Anxhelin, nëna e Beatrixit, Donaldi e lëndoi Beatrixën, e përdori Beatrixin në lojë dhe më në fund ju kthye përsëri Borës. Dhe Bora e fali një tradhti sepse ishte interesin pyetje. Do thënë Donaldi kishte interesin që ta fiton lojën. Nuk është e bukur normalisht se një zemër thyet, por në këtë rast të paktën Beatrix nuk ka vepruar kështu. Beatrix ka qenë komplet një situatë tjetër. Po Dolce se si vepron, do të thënë Dolce e bën me gjithë vetë dijen këtë gjën. Dhe familja e saj që ofendon, unë mendoj që familja duhet një herë të këshillojnë veprimet e të bijes, sepse jetojmë në një shoqëri shqiptare, në një shoqëri që nesër duhet të del të pi një kafe dhe nuk është e bukur që të paragjykohet në këtë formë. Tani ne duam të jemi open minded, por open minded t'ia marrësh tjetrës burin nga shtrati,
nuk ja vlen, nuk shkon, ndërsa Limi, do me thënë Limi është ai djali çapkën që e ka qef të bëj këtë jetën me vajza, do me thënë jeton akoma në ato ëndra që banesa ime është një dhomë parti dhe unë aty realizoj çdo dëshirë, dhe kështu që do me thënë këtu është strategjia. Unë shoh një lloj strategjie në këtë mes, po le ta ndjekim deri në fund se nuk është e kot kjo që po ndodh. Ndërsa për Dolçen jam shumë i bindur që kur do del nga kjo shtëpi, do të pendohet për çdo veprim që ka bërë sepse është realisht njerëzore.